Faleminderit zoti zëvendës kryetari i Kuvendit, nderuar koleg, dashur qytetar. Sot jemi dëshmitar gjithë që në fakt Edi Ramës ju shtua një hall i ri. Për muaj tërë gënjeu shqiptarët se Belinda Balluku nuk ka bërë korrupsion. Gënjeu shqiptarët që Belinda Balluku nuk ka pasuri të fshehura. Në fakt, në thelb nuk gënjeu shqiptarët, sepse e vërtet avonon dhe ajo del, dhe sot çdo shqiptar e ka përpara syve edhe akuzën për korrupsion dhe pastrim parash ndaj Belinda Ballukut, edhe një pjesë shumë vogël të pasurive të fshehura të saj, cilat janë botërisht të njohura dhe thëna publikisht, por në fakt ju gënjeu ju, zonja dhe zotrin deputet mazhorancës, që ju të bëshit karton të kuq për të mbrojtur korrupsionin dhe në fakt për të mbrojtur njërën nga këto vilat këtu. Për këtë keni votuar ju në 12 mars kundër kërkesës prokurisë posaçme, nuk keni votuar për të mbrojtur Belinda Ballukun, po për të mbrojtur njërën nga këto vilat këtu. Që një pjesë e mirë prej jush nuk i kam parë as nëndër, ndërsa Belinda e merr si shpërblim vetëm në një tender. Dhe bëni shumë mirë që ulni kokën, sepse në fakt do duhet ndjeni të turpëruar që me kartonin tuaj kundër prokurisë u bët mbrojtës të njërës prej këtyre vilave. Në fakt nuk ka një këtu, ka dy, se ka dhe një për stafin, që e ftonte her pas here, nuk është ky i financave, se ky është një nga frekuentuesit më të mëdhenj të partit dhe festave që organizonte zëvendës kryeministra juaj me stafin dhe me vilën në dispozicion për to, por besoj që prokuria ka nisur një punë të mirë dhe unë nxis të vazhdojë pa lëkundur hetimet dhe sigurisht për shkak të akuzave të reja që kanë ngritur, në përputhje me ligjin, rezulton se pozitat e zonjës janë rënduar dhe me urgjencë do duhet sjell kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e ish zëvendës kryeministres tuaj që ju e mbrojtët, në fakt jo atë, po mbrojtët pasurinë e saj të palishme. Shikojeni. Ja këtu. Këtë keni mbrojtur me votën tuaj. Dhe duhet i kërkoni ndjes gjithë atyre shqiptarëve, pjesës dërmuese edhe të votuesve tuaj, që duan luftë reale ndaj korrupsionit dhe jo tallje me votë parlamentare për ta mbrojtur korrupsionin.